Ne e kemi qëndrimin që në asnjë rast nuk do të bëjmë koalicion me koalicionin PAN, do të thotë Partia Demokratike e Kosovës, dhe po ashtu LDK-ja dhe deputetët e LDK-s nuk do ta votojnë kryetarin e mëparshëm të Kuvendit të Republikës Kosovës, zotin Veseli, për kryetar të Kuvendit, për arsye se konsiderojmë që është një prej iniciatorëve të prishjes marrëveshjes, shkelsëve të marrëveshjes, dhe sa i ka vënë interesat e tij personale dhe interesat të partisë tij para interesave të shtetit, dhe me një stil ne nuk dëshirojmë që të drejtohet Kuvendi i Republikës Kosovës, por jemi të interesuar që sa më shpejt bëhen institucionet e Republikës Kosovës duke respektuar kushtetutën dhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Ne kemi lënë mundësinë e hapur edhe sot këtu që ne të vazhdojmë bisedojmë, që të bisedojmë për çështjet programore, që të shohim sa mund të ofrojmë programin i cili pastaj kishte me shpreh synimet programore të LDK-s, sidomos në fushën e ekonomisë dhe shtetit ligjor, dhe nëse kjo arrihet, ne prap do të kthehemi në Këshillin e Përgjithshëm, sepse për ne vendim për koalicion merr Këshilli i Përgjithshëm, dhe ne këtë mundësi e lam të hapur në Këshill edhe për vetvendosin, edhe për aleancën jashtë PDK-s, edhe për nismën jashtë PDK-s. Faleminderit.